إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi vullin e pejgamberis Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, thot Allahu subhanahu wa ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata të cilët përpiqen, ata të cilët japin mundin sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, thot Allahu. Ne thot do t'i udhëzojmë në rrugët tona. Pra të nderuar vëllezër, nga ky ajet e kuptojmë se nuk ka mundësi njeriu të arrijë udhëzimin, të qëndrojë në udhëzim dhe në udhëtimin tij për tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të qëndrojë në rrugë të drejtë, të qëndrojë në të vërtetën vetëm nëse përpiqet njeriu. Walladhina jahadu fina, pra ai i cili përpiqet jep mundin, lanahdiyannahum subulana. Ne do ta udhëzojmë këtë person në rrugët tona. Gjatë këtij udhëtimi të nderuar vëllezër që e bën njeriu për tek Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ka dyshim se ballafaqohet me pengesa dhe sfida. Janë 3 pengesa apo 3 armiq kryesor të njeriut që e pengojnë dhe mundohen ta devijojnë njeriun nga udhëtimi i drejtë për të cilën e ka obligim dhe synim dhe objektiv kryesor të ardhjes së tij në këtë botë. Ajo është udhëtimi përmes rrugës së drejtë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Armiku i parë të nderuar vëllezër është shejtani apo iblisi. Armiku i dytë është nefsi, është vetja e njeriut, ana e mbrëmshme e tij, dhe armiku i tretë të nderuar vëllezër janë fitnet, sprovat, tundimet dhe problemet të cilën e rrethojnë njeriu. Të nderuar vëllezër, arsyeja kryesore pse një njeri mund të pësoj disfat nga armiku është kur nuk e njeh se e ka armik. Kur nuk e njeh, nuk e din fuqinë që ka armiku, nuk e din hilet dhe metodat të cilat i përdor armiku dhe mu për këtë atëhera njeriu pëson edhe disfat apo humbje nga armiku. Arsye kryesor të nderuar vëllezër që njeriu të fitoj pra triumf, të triumfoj ndaj shejtanit apo iblisit apo armikut të parë, është të kapurit fort për litarin e Allahut subhanahu wa ta'ala, hablullahil metin, el memdud minas samai ila al-ard, i cili është nga qielli në tokë. Pra të kapurit fort dhe seriozisht. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala kur e përshkruan Yahyan alayhis salam, ja Yahya khudhil kitaba bi quwa. O Yahya, pra merre librin, pra kape librin fort, kapo për atë libër fort. Merre seriozisht atë libër dhe çka ka në te. Dhe arsyeja kryesor të nderuar vëllezër
që shumë nga ne ndoshta nuk e marrim iblisin apo shejtanin armik të përbetuar të njeriu të neve, është sepse nuk jemi të kapur fort për librin e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete iblisin e përshkruan si armik kryesor të njeriu dhe thot inna shejtana lakum adu fattakhidhuhu adua innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayr. Thot me të vërtet thot shejtani është armiki juaj i përbetuar. Fattakhidhuhu adua. Atëherë edhe ju trajtoni dhe merrni atë për armik. Innama yad'u hizbahu. Shejtani me parinë e tij, qofshin nga xhinët apo nga njerëzit, thot i thret thot dhe dëshiron thot që njerëzit t'i devijojnë nga rruga e drejtë dhe të jenë nga banorët e zjarrit. Pra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala shumë herën na tregon se të keni kujdes nga këto armiq dhe do të vinë, mirë po duke fillu nga iblisi dhe shejtani. Kur njeriu të nderuar vëllezër në jetën e përditshme nuk është problematik dhe nuk ka armiq. Ky njeri është një komfort zonë dhe ndihet i sigurt dhe nuk pret nga dikush që të sulmohet sepse nuk ka armiq, njeri i qetë, njeri i paqes dhe kështu me radhë. Përkundrazi, një njeriu që është problematik dhe ka armiq, djathtas dhe majtas, ky person çështjen e sigurisë e merr në hapin e parë, sepse mundet në çdo moment të sulmohet nga armiqt. Atëherë shtrohet pyetja të nderuar vëllezër, pasi shejtani është armik i njeriu. Si e trajtojmë ne shejtanin? A trajtojmë se shumë herë dhe shpesh herë mund të bëjmë viktimë e shejtanit dhe të na devijojnë nga rruga e drejtë dhe vërtet e marrim armik, apo thjesht nga pakujdesia dhe nga gafleti dhe kështu me radhë bëhet pjesë e jetës tonë? Çdo kush të reflektojë me vetveten e vet. Për atë Allahu subhanahu wa taala kur e krijoi njerin, e diti se njeriu shpesh kalon në faza të gafletit, të pakujdesisë dhe kështu me radhë, atëherë tha keni kujdes se shejtanin e keni armik dhe shejtani nuk ju dën juve të mirën, mirë po dhe inma yuridu hizbahu liyakunu min ashabis sayr, mirë po dëshiron ai dhe paria e tij që t'i devijojnë njerëzit nga rruga e drejtë. Dhe mënyra më e mirë të nderuar vëllezër, jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kujtonte dhikrat kur të dalim nga shtëpia, kur të hyjmë në shtëpi, kur të bijmë me fjet, kur të zgjohemi nga gjumi, të qëndrojmë me abdes dhe kështu me radhë, për të vetmen arsye të nderuar vëllezër. Ajo është që këto gjëra, dhikret, abdesi, adhurimi dhe kështu me radhë janë arma ma e fortë që njeriu mund t'i rezistoj armikut të parë që është armiku më i përbetuar i njeriu, a është shejtani. Po ashtu të nderuar vëllezër, armik tjetër që është nefsi apo mbrenësia e njeriut. Allahu subhanahu wa taala kur e krijoi njeriun, në mbrenësinë e tij krijoi prirjen që ky person, që ky njeri të ketë prirje edhe me ba mirë edhe me ba keq. Pastaj tha, dërgoi pejgambera dhe zbriti libra që ta drejtojnë këtë prirje, që thotë nëse bani mirë do ta keni këtë shpërblim, nëse bani keq do ta keni këtë shpërblim dhe ju e keni zgjedhjen e lirë, veproni çfarë të doni. Sepse s'kishte pas kuptim me qenë njeriu i impunuar me ba mirë, pastaj mu shpërbly. Sepse njeriu nuk dënohet apo nuk shpërblehet në gjërat të cilat është i impunuar, nuk ka zgjidhje. Nuk mundesh me pas edhe mos me pas zgjidhje edhe mu marr në llogari. Atëherë Allahu subhanahu wa taala shka thot wa nafsin wa ma sawaha. Pasha nefsin pra, mbrenësin që ka njeriu, wa ma sawaha, dha që e përsosi, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. E krijoi njeriu me prirje, ose me bë mirë, ose me bë keq. Dhe pastaj njeriu zgjedhën çka do me vepru. Në këtë mbrenësi të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala krijoi gjëra të cilat edhe i zbukuroi në mbrenësinë e njeriu. Dhe tha zuyina linnasi hubbu shahawat. Për njerëzit janë ba të dashura hubbu shahawat, epshet, hubbu shahawati minan nisa, nga gratë
wal banin, fëmit, wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda, pasuria, ari, argjendi dhe gjëra të cilat janë të dashura dhe nuk duhet shumë argumente të vërtetohet se këto gjëra janë të dashura tek njeriu. Pra që mos të humbim kohë, sepse këto gjëra janë të dashuruara tek njeriu me natyrshmërinë e tij. Dhe këto gjëra të nderuar vëllezër nuk janë të zbukuruara nga ana e shejtanit. Mirë po Allahu subhanahu wa taala i zbukuroi këto gjëra tek njeriu. Mirë po ku është problemi të nderuar vëllezër? Është problemi ku është vjen shejtani dhe këto zbukurime i jep kahje tjetër, i jep drejtim tjetër. Pra këtë prirje që ka njeriu me dash diçka, vend që mi dash të lejuarën, vend mi dash gjërat e lejuara dhe kështu me radhë, vjen shejtani dhe këtë prirje të cilën njeriu është i prirë për mi dash, vjen dhe e devijon këtë dashuri. Raste konkret. Allahu subhanahu wa taala e bari të dashur gratë. Dhe çdo kush e don gruan e vet, fillimisht. Mirë po vjen shejtani këtë dashuri që ka njeriu për gruan të nderuar vëllezër, e largon këtë dashuri të lejuar dhe i jep kahje që këtë prirje që ka i jep ta bajnë, domethënë i jep kahje në dashuri apo në gjëra të ndaluara. Dhe ja zbukuron të gjitha gratë e kësaj bote, vetëm gruan e vet nuk e ka të bukur. Ju të nderuar vëllezër, ajo gru të cilën e ka zbukurur shejtani nuk ka më shumë diçka se sa gruaja jote, po thjesht shejtani këtë prirje, këtë dashuri që e ke për gra, ta ka drejtu në anën pra të gabuar dhe në anën të devijuar. Vim të çështja e alkoolit apo pijeve. Allahu subhanahu wa taala thot huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamian. Çdo gjë që ka në tokë e krijova për ju, dhe si rezultat çdo gjë që del nga toka, pije të ndryshme, të lloj-llojshme, me qindra mira pije. Nuk e gjin njeriu kënaqësinë në këto pije të lejuara, shkon tek alkooli dhe e gjin atë kënaqësinë. Pra ky është i prirë për me dash një pije të caktuar. Mirë po këtë prirje nuk e shfrytëzon në të lejuar, pra mbrenësia e tij nuk e shfrytëzon në të lejuar, mirë po në alkool dhe kështu me radhë. Pastaj e dim të gjithë pasojat, pastaj dehet, pastaj shkon në shtëpi, pastaj dhun familjare, pastaj familja thret policin, pastaj policia vjen, do të thonë, të nderuar vëllezër, kjo është pra armiku që i shkakton pra shejtani. Dhe Allahu subhanahu wa taala kur e krijoi shejtanin të nderuar vëllezër, dhe shejtani është krijesë, edhe pse na nuk e shohim, mirë po duhet ta marrim si krijesë i cili pra me cytjet e veta mundohet ta devijojë njeriu. Arsye të nderuar vëllezër, pse Allahu subhanahu wa taala e krijoi shejtanin, është li hikmetil ibtila, që ti sprovoj njerëzit. Ti sprovoj njerëzit pastaj, ose të jenë pra në xhennetet e përhershme, ose Allahu na ruaj, pra ai i cili bie pre dhe viktim e shejtanit, do të jetë Allahu na ruaj në zjarr. Allahu subhanahu wa taala elusit na ruaj çdo kënd nga ne. Mirë po të nderuar vëllezër, ta kuptojmë qëllimet, ti kuptojmë disa gjëra, se jo rastisht kanë zbrit këto libra të shenjta, jo rastisht Allahu subhanahu wa taala ka dërguar pejgamber. Ta kuptojmë konceptin e jetës, ti kuptojmë gjërat ashtu si duhet. E para armik është shejtani, fattakhidhuhu adua. Ka zbrit ajet, merrni armik, trajtoni si armik dhe mos bini prej e tyre. E dytë armik të nderuar vëllezër është brendësia dhe vetja e njeriu. Si mund të jetë vetja e njeriu të nderuar vëllezër armik i vetvetes, apo është se Allahu subhanahu wa taala të nderuar vëllezër zbriti disa obligime dhe i bani disa ndalesa. Brendësia e njeriu të nderuar vëllezër, kjo çështja el-quwa el-dinie, fuqia fetare e njeriu është relative. Çka do të thonë kjo gjë? Ka mundësi thot një njeri nuk e ka problem me adhuru Allahun subhanahu wa taala, me fal namaz, edhe namaz nate, edhe agjërim, nuk e ka problem. Mirë po kur është çështja e mendjemadhësisë, e xhelozisë, e kooperacisë dhe kështu me radhë, ky pra sprovohet me disa sëmundje tjera. Dhe këtu pra të nderuar vëllezër vjen ajo që njeriu duhet fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Përgat Allah subhanahu thot, ka shpëtu ai i cili e ka eduku dhe e ka pastru veten e vet, wa qad khaba man dasaha, dhe ka humb ai i cili nuk e ka pastru veten apo brendësinë e vete. Pra të nderuar vëllezër, duhet ta dallojmë mes shejtanit dhe nefsit. Shejtani
mundohet mi shti njeriu në shirk, në politeizëm, mi adhuru dikën tjetër përveç Allahut. Nuk ka mundësi e shtin në mëkatet mëdha. Nuk ka mundësi në mëkatet mëdha e shtin në shpifje, në akuzat. Mundohet, pra nuk dorëzohet, sepse është betu se do të mundohem t'i devijoj njerëzit e tu. Pra robët e tu Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa nefsi brendësia të nderuar vëllezër dallimi është se ku ka pra zbrasir, ku është e dopt brendësia e njeriu, aty nefsi fillon. Dikush e ka egon e lartë. Dhe ky është ka mundësi është adhurues, kështu më radh. Mirë po egoja është ajo të nderuar vëllezër apo mendimësia janë disa smundje të brendshme që ky person nuk shon pe në ato gjëra. Dhe këtu Allahu subhanahu wa taala erdh dhe tha, nëse doni mi mirë eduku dhe doni mi pastru këtë brendësi që e keni, kad aflaha man zaka, do të shpëtoni. Mirë po, edhe nëse në pamjen e jashtme do të adhuroni Allahun subhanahu wa taala, mirë po në brendësinë e tij do të bini viktim e shejtanit plus nefsit të keq të cilët të thret në gjëra të këqija dhe çdo kush e din veten e vet, do të jetë përfundim shumë fatal. Dhe armik tjetër të nderuar vëllezër i tretë është fitnet, sprovat, tundimet dhe kështu me radhë. Dhe besoj, ndoshta edhe jo keni këtë bindje se jeton me një kohë të nderuar vëllezër që fitnet, sprovat dhe kështu me radhë na kanë kaplu dhe na kanë rrethu çdo njeri nga ne. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali, thot shpejtoni me vepra të mira, sepse do të vijë një kohë kur një personi do të bjerë me fjetë si musliman, do të zgjohet si jo musliman. Do të zgjohet si jo musliman dhe do të bjerë si musliman. Jebi dinahu bi arad min ad-dunya, do ta shes fen e tij me diçka çështje shumë të lehtë të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, më rrezikshme është kur e mira bëhet e keqe dhe e keqe bëhet e mirë. Kur vlera si vlerë bëhet antivlerë dhe antivlera bëhet vlerë. Kur para 20, 30 apo 40 vite një vepër ka qenë shumë e shëmtuar dhe një person i cili ka bërë një vepër është llogarit nga njerëzit e shëmtuar, sot ajo vepër ndoshta llogaritet normale, bile ta promovosh atë vepër llogaritet krenari. Pra një vepër që para 20-30 viteve ka qenë shumë diçka e shëmtuar, nuk e ka pranuar natyrshmëria, nuk e ka pranuar jo muslimani, njeriu nuk e pranon një vepër, sot ajo vepër të nderuar vëllezër financohet, sponsorohet dhe jepet dhe çdo gjë që ajo vepër të nderuar vëllezër të bëhet vlerë. Për një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërheq vretjen, keni kujdes se do të vijë një kohë ku e mira do t'i thohet e keqja do t'i thohet e mirë. Pra jeton me një kohë të nderuar vëllezër, nëse të zezës i thom e zezë, sepse gjatë gjithë historisë ka qenë e zezë dhe nuk mund të bëhet e bardhë, me një herën të nderuar vëllezër të drejtohet gishti dhe ti mund të quhesh ekstremist apo çfarë me etiketime tjera. Ndërsa ajo para 20-30 viteve të nderuar vëllezër ka qenë vepër e zezë. Mirë po janë duke u mundu, sepse na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë kohë, janë duke u mundu të jashtëmit dhe të brendshmit që ngjyrave të zeza apo të zezave, veprat e zezave të nderuar vëllezër t'i bajnë të bardha. Mirë po nuk ka mundësi. Mirë po e jona është të nderuar vëllezër të japin kontributin ton sa të mundemi, që çdo gjë e cila është në dëm të shoqërisë, në dëm të rrethit, në dëm të familjes të nderuar vëllezër të kontribuojmë me mundësitë tona që t'i ndalim, sepse siç thash është armik i tretë që e pengon njeriu për udhëtimin e tij tek Allahu subhanahu wa taala. Shejtani, nefsi pra brendësia e njeriu, duhet njeriu mi menaxhu mirë. Dhe e treta të nderuar vëllezër, sprovat, fitnet, epshet, dëshirat e ndaluara dhe kështu me radhë, janë këto tre armiq të nderuar vëllezër që e pengojnë njeriu që të udhtojë për tek Allahu subhanahu wa taala. Momentin që njeriu tregohet rezistent ndaj këtyre tre armiqve, thot Allahu subhanahu wa taala, inna ibadi laysa laka alehim sultan. Për këto rob të cilët tregohen rezistent ndaj këtyre tre armiq, lejse leka alehim sultan. Ti nuk do të mundsh të kesh pushtetin mbi ta. Përveç se një grup të cilët do të pasojnë ty, atëherë njeriu do të nderuar vëllezër, çdo kush të ndalet me vetveten e vet dhe të mendojnë, a do ta pasojë shejtanin dhe kështu me radhë, apo do të pasojë dhe do të kapet fort
për librin e Allahut subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është shpëtim dhe garancë në këtë botë dhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.